Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Hani një qep në ditë dhe nuk do e shikoni derën e spitalit me sy. Disa e duan, disa e urrejnë, disa e quajnë mbretëresht të kuzhinës, për të tjerët është një torturë. Pavarësisht këtyre përplasjeve, pothuajse të gjithë jemi të vetëdijshëm për përfitime shëndetësore që ofron qepa. Për këtë bim çuditëbërse ka kaq shumë informacione të cilat janë të dobishme dhe duhet i dini. Qepa, ose Allium cepa, është shumë e pasur me oligoelement dhe vitamina. Ajo përmban enzima që stimulojnë tretjen, oligoelement si sulfuri, potasiumi, magnezi, fluori, kalciumi dhe fosfori, vitaminën A, B, C dhe E. Flavonoidet që kanë veti diuretike si dhe përmban një hormon vegjetal shumë të rëndësishëm që lufton diabetin dhe problemet e tjera. Përfitimet shëndetësore që ofron qepa janë të shumëllojshme. Ajo shfaq veti diuretike, purifikuese, tonifikuese për aparatin tretës. Normalizon florën intestinale dhe pengon rritjen e substancave toksike që ndikojnë në shfaqjen e problemit të zorës së trashë. Lëngu i qepës me pak mjalt është një ilaç ideal kundër infeksioneve të rrugëve respiratore. Jo mund të bëni gjithashtu gargar me lëngun e qepës në rast se keni dhimbje grykësh. Përdorimi i qepës është shumë i përhapur për industrinë e kozmetikës. Qepa përmban edhe sulfur. Ky i fundit nxit prodhimin e kolagjenit dhe stimulon rritjen e flokut dhe pastrimin e fytyrës nga aknet. Qepa njihet gjithashtu si një afrodiziak shumë aktiv, i cili përmirëson shëndetin tuaj. Qepa është një nga perimet e lashta në të gjithë historinë e njerëzimit, por ekspertët të rendisin disa nga përfitimet kryesore që qepa mund t'i ofrojë në shëndetin tuaj. Qepa është e mirë kundër sëmundjeve kronike. Bashkë me shegë dhe çajin e malit që cilësohen si ushqimet më të shëndetshme për njeriun, qepa rendit ndër ushqimet superiore. Qepa ka aftësinë të parandalojë, por është edhe dobishme në trajtimin e sëmundjeve kronike, siç janë sëmundjet koronare, diabetit tipit 2 e të tjera. Qepa është e rëndësishme edhe kundër sëmundjeve të shkaktuar nga ushqimi dhe mikrobet. Ekspertët thonë se përbërësit e qepës janë jashtëzakonisht të mirë në mbrojtjen e organizmit, në sistemin imunitar, në funksionin e shëndetshëm të hormoneve dhe të tjera. Qepa është shumë e mirë për shëndetin tuaj të zemrës. Qepa arrin të mbrojë shumë më mirë nga produktet e tjera. Qepa ul kolesterolin, pengon forcimin e enëve të gjakut, i bën ato më elastike dhe mirëmban gjithashtu tensionin e gjakut. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë për diabetin. Për fat të mirë, qepa ka aftësinë të ulë ndjeshëm nivelin e sheqerit në gjak, duke bërë aleate organizmit në betejën kundër diabetit të tipit 2 dhe mbi peshës. Sigurisht që qepa nuk mjafton që ju të keni peshën më të mirë trupore. Qepa ju vjen në ndihmë nëse konsumohet së paku një në ditë. Falë qepës, zbehet dëmi i yndyrnave dhe sheqernave, ndaj duke ngrënë qep, ju do të mirëmbani nivelin e sheqerit në gjak dhe peshën trupore. Qepa është armiku i qelizave të dëmshme. Ekspertët kanë rekomanduar një zëri se njeriu duhet të konsumojë patjetër një qep në ditë. Sipas tyre, qepët e freskëta përmbajnë shumë substanca të rëndësishme mbrojtëse për shëndetin. Megjithatë, ata thonë se edhe qepa e gatuar nuk humbet shumë prej aftësive mbrojtëse. Përfshiheni qepën në sallata, në perime, në gatime me peshk ose me mish. Ndonse përlotja është e pavitueshme me qepën, konsumi i saj është padyshim një nga dhuratat më të mira për organizmin. Këshillohet të hani të paktën një qep në ditë për të marrë përfitimet e saj në dobi të shëndetit tuaj. Qepa përmban vitaminën A, B, C, hekur, kalcium dhe antioksidant. Është një perime që mund të hahet e gjallë e gatuar ose është e dobishme dhe forma e lëngut të saj. Nëse të hani të paktën gjysmë qepe në ditë, mund të rrisni nivelin e kolesterolit të mirë dhe të parandaloni goditjen në tru, arteriosklerozën, atakun në zemër ose trombozën, citon health.com. Qepa është gjithashtu një pararendës i shkëlqyer kundër diabetit dhe infeksioneve të ndryshme. Fosfori, kalciumi, sulfuri dhe silikonit e qepa ndihmojnë në uljen e problemeve të trupit dhe mund të cilësohet gjithashtu si një zgjidhje mjaft e mirë në dobi të organizmit tuaj. Qepët përdoren gjërësisht në çdo vend të botës. Nëse kthehemi pas në kohë, ajo është një nga zgjidhjet më të mira të gatesave të shëndetshme. Qepët janë mjaft të ushqyeshme, përmbajnë sasi të madhe të proteinës, fibrave dhe kalciumit, selenin, acidit folik dhe antioksidantëve të ndryshëm. Madje edhe përpjekja sulfurike që na bën të lotojmë, e cila quhet salicin, sjell të mira në shëndetin tonë, si për shembull uljen e rrezikut ndaj radikaleve të lira. Konsumi i qepës i përditshëm mund të sjellë shumë të mira në trupin e njeriut.
ndaj duhet të përfshihet me do e mos në dietat tuaja. Duke konsumuar të paktën një qepët çdo ditë, ju do të përmirësoni imunitetin dhe do të mbani larg një sër komplikacionesh që i kanosen shëndetit. Kështu, përfshirja e qepës në dietën tuaj do të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin dhe për organizmin. Prandaj, sipas Brejcaj, do të rendisim disa nga vlerat kryesore që do të marrë trupi juaj nga konsumi i të paktën një qepe çdo ditë. Qepet do të ulin rrezikun ndaj radikaleve të lira. Qepet përmbajnë përbërës të cilët i japin asaj aromën karakteristike për të cilën gjithashtu mund të detoksifikojë dhe të largojë qelizat edhe radikalet e lira. Sa më shumë qep të hani, aq më mirë do të jeni të mbrojtur kundër këtyre shqetësimeve. Qepa është e mirë gjithashtu edhe për personat që vuajnë nga diabeti. Qepët janë një mënyrë fantastike për të ulur rrezikun e prekjes nga diabeti tipi 2. Kjo formë diabeti ndodh kur insulina nuk ka efekte në procesin e glukozës. Kur ju hani qep, ajo rrit sasinë e insulinës në sistemin tuaj. Do të keni një shëndet më të mirë të sistemit kardiovaskular. Qepët janë të pasur me antioksidant të quajtur quercetin, të cilët gjithashtu kanë antioksidant të tjerë që i bëjnë mirë shëndetit, duke neutralizuar radikalet e lira të cilat shkaktojnë dëmtime qelizore. Gjithashtu ai luan një rol në rregullimin e tensionit të gjakut dhe në uljen e kolesterolit. Do të rrisë sistemin tuaj imunitar. Quercetina të qepa ka akoma më shumë të mira se kaq. Gjithashtu, ajo funksionon në bashkëpunim me seleniumin që qepa përmban për të rritur sistemin imunitar dhe për të reduktuar inflamacionin. Ju çliron nga alergjit. Alergjitë sezonale mund të shkaktojnë kruajtje të syve, të hundës, të fytit dhe acarimet të tyre. Nëse vuani sërish nga alergjit, provoni që të hani gjithashtu një qep. Gjithashtu, do të ulë rrezikun e elmimit nga ushqimi. Ndoshta keni dëgjuar që qepët e prera janë një burim i elmimit nga ushqimi, duke qenë se tërheqin bakteri dhe mbajnë atë për një kohë të gjatë. Por ajo mund të përmbajë element antibakterial që ngadalësojnë rritjen e këtyre bakterieve në organizëm. Qepët ju përmirësojnë cilësinë e gjumit dhe humorin. Ka shumë procese kimike të cilat janë të përfshira në cilësinë e gjumit. Serotonina, dopamina, neuropinefrina funksionojnë bashku për të stabilizuar humorin, për të rregulluar ndjesinë e urisë dhe për të rregulluar cilësinë e gjumit, citon Brightside. Ajo të bën të qash vetëm në prekjen e parë, por qepa ofron edhe shumë lëndë minerale shumë të rëndësishme për organizmin tuaj. Ato mund të përmirësojnë dëndësinë kockore. Sado e çuditshme të tingëllojë, disa studime kanë zbuluar se ngrënia e qepës mund të ketë efekte pozitive në dëndësinë e kockave. Konsumi i qepës çdo ditë për një muaj arrit atë me 5% krahasuar me ato që nuk e bëjnë këtë. Ato mund të ulin nivelin e kolesterolit dhe të mbajnë zemrën e shëndetshme. Me përmbajtjen e lartë të vitive antiinflamatore, qepa redukton kolesterolin e keq në trup. Niveli i ulët i kolesterolit gjithashtu zvogëlon rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe nga ana tjetër e mban zemrën më të shëndetshme. Qepët bëjnë gjithashtu që të tretet ushqimi më lehtë. Qepët janë plot me fibra që përshpejtojnë tretjen e duhur. Përveç kësaj, ato gjithashtu rrisin prodhimin e bakterieve të mira në zor, duke e bërë ato të lehtë në procesin e tretjes. Ato zvogëlojnë shkatrimin e qelizave dhe nxisin antioksidantët. Qepa ka 25 lloje të ndryshme të antioksidantëve që janë të mira për trupin. Jo vetëm që mbajnë larg disa sëmundje, por parandalojnë dhe shkatrimin e qelizave. Ato mund të përmirësojnë shikimin, gjithashtu edhe shëndetin tuaj oral. Qepët vrasin bakteriet e keqia në gojë dhe përmirësojnë higjienën orale. Vetit e tyre antibakteriale gjithashtu mund të forcojnë dhëmbët. Ato përmbajnë quercetin, një substancë që lufton kataraktin dhe i mban sytë të shëndetshëm. Qepët ndihmojnë me gjumin. Ulëntimet e kryera në Universitetin e Colorados tregojnë se ngrënia e qepës mund të përmirësojë cilësinë e gjumit. Ato kanë fibra që promovojnë shëndetin e mirë të zorëve dhe lehtësojnë stresin. Qepa është gjithashtu një ideal i madh për shëndetin e lëkurës. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.